Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun xhalla wala falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë sot me lejen e Allahut mënduar me transmetimet, me udhëzimet e radhës që Imam Buhariu rahimullahu ka përmbledhur në librin e tij El-Adab al-Mufrad. Kemë thënë se ky libër ka përmbledhur në vetën e tij rregulla të shumta që e udhëzojnë besimtarin si me u gjindë dhe si me u sjell situata të ndryshme. Veçanërisht në raport me njerëzit, nga se Islami ka ardhur me rregullu raportet me Allahun xhallahu ala, po edhe raportet me njerëzit. Nga se njeriu nuk mund të jetë i vetmuar, jeton në kolektivitet. E përse jetojmë së bashku, duhet që të respektohen rregullat e saktuara ndërmjet vete që jeta të jetë e këndshme, e mirë dhe njerëz të bashkëpunojnë mes vete. Në një tjetër, kjo dunja të ndërrullazër nuk është vetëm me anë të këndshme, me lehtësime, i ka dhe problemet, i ka sfidat e veta, i ka problemet e veta. Andaj njeriu ballafaqohet situata ndryshme edhe me vështirësi, me gjëra të pakëndshme. Veçanërisht kur kihet parasysh se Allahu xhallahu ala na ka treguar, na ka rrëfyer në detaje për një armik i cili nuk pushon asnjëherë së përpjekuri që na dëmton. Shejtani është armiku i përbetuar njeriut dhe ai e konsideron njeriu në fajtor për keq që i ka ndodhur, është përjashtuar nga rahmeti Allahu xhalla xhelaluhu, është mallku, e ka të ndaluar përjetësisht mëshirën dhe shpërblimin dhe xhenetin e Allahut azza xhel. Andaj tenton në mënyra të ndryshme që njeriu të më i bëndon. Edhe në raport me këtë armik kemi udhëzime fetare se si duhet mu sill, si duhet mu gjind. Mas pari, Islami na mëson se shejtani është armik. Kjo rregull i pandryshueshëm, domethënë nuk bëhet mik kurr. Asnjëherë mik nuk bëhet. Përpjekja e tij e vazhdueshme është me e deviju njeriu. Kjo rregull i dytë. Shejtani nuk ja kërkon njeriu pasurinë, as nuk ja kërkon hisën, se nuk i duhet. Por tenton që përmes keqja ka njeriu me dëmtu njeriu në aspektin e besimit të tij. Tenton me e shkput për Allahu xhallahu ala, me ndërtu mendime të këqija për Allahun xhallahu xhelaluhu, me e dëshpëruar jetën e kësaj bote që njeriu me kon i lodhur, i raskapitun dhe i zhgënjur. Për gjitha këto ka folur Allahu xhallahu ala në Kur'an, edhe na ka udhëzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si duhet më gjind. Andaj ai është armik i përbetuar, rregulli i parë. Rregulli i dytë është se ai synon me deviju, ai synon me largu nga rruga Allahu xhallahu ala dhe me fut përçarje në mes e njerëzve. Ai tenton që me i shtin njerëz në luftë, me pas para ati, me pas gjakderdhje, gjitha këto janë përpjekje të shejtanit me e dëmtu njeriu. Në një tjetër të ndërvozër, na nuk e shohim atë, ndërsa ai na sheh neve. Këtë përparësi e ka jep Allahu te barekuta. Mirë, po kjo përparësi nuk është në favorin e tij. Në fakti që ai na sheh neve, nuk e bën më të fortë ndaj neve. Për shkak se Allahu te barekuta na ka jep udhëzime që nëse i përmbahemi këtyre udhëzimeve, bëhemi të fortë. Dhe çdo kurth i shejtanit bëhet i dopt. Sikur se Allah thotë në Kur'an, inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa. Çdo përpjekje dhe kurth i shejtanit është i dobët. Kur është i dobët? Kur na kapemi për të fuqishëm, për Allahun xhallahu ala. Ndërsa nëse simi të kapë për Allahun xhallahu ala, po të çmaj është i fortë. Armiku bëhet i fortë. Sikur për shembull të ndonjëherë me kon në një luftë, në kon betejë. Edhe ti me hik dorë nga armët e tua. I ki armët, hik dorë. Armiku a bëhet i fortë, a i dopt. I fortë, sa i ka me qka me gjujtë, e ti s'ki me qka, i kelon armët. Mirë momentin, kur ti e ka për armën, a i bëhet i dopt. Qështu të është të puna me shejtanin. Nëse e lujmë armën, a i bëhet i fortë. O me dirë sa i kene armën dorë, a i është i dobet. Nuk ka qka me nabu, me lejnë Allah të mënu. Arma jonë është besimin Allah në Gjellë. Arma jonë është me ndjek udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E përpjekjet e shejtanit të ndërmjetësor janë ndryshme, të lloj-llojshme. Mirë po,
të gjitha ato janë të përmbledhura vetëm në një mënyrë. Si ka për Allah mundësi të shumëta. Nuk ka mundësi njeriu me e pengu, me e ndalu, me e dëmtu në forma që farë ajdan. Allahu ja ka kufizu një kështeg, edhe këtë e ka bërë normalisht për urtësit shumëta, këtë e ka bërë Allahu Gjellewala që njeriu mu lidh me Allahu Gjellalu, dhe kështeg që Allah ja ka qelë shejtanit me i jetësu kurthet e ti, edhe planin e ti, edhe armiqsinë e ti, është tash veç një shteg. Ai shteg e ka në vezvese. Ai të në vetëm përmes vezveseve. Çka janë vezveset? Vezveset ndonëse janë përpjekje djallëzore, përpjekje të shejtanit, që me mbill një mendim të keq të njëri që përmes atij mendimi me e dirigju njeriu. Domthon, shejtani s'ka asnjë ndikim të njëri, nuk ka. Shejtani nuk ka asnjë, domthon, pushtet mbi njëri, nuk ka. Mirë, po ai tenton me vendos këtë pushtet. Ai tenton me vendos këtë, domthon, e përsi tek njeriu që përmes këtij pushteti tani me udhëheq njërin. E me çka tenton me bëu këtë pushtet? Çysh ka mundsi? Veç me vezvese. Domthon, i përshpërit në formë ndryshme edhe mbjell të ai vezvese. Këto vezvese janë të ndryshme të ndërvozat, shumëta, të panumërta. Ditë për ditë shejtani në mënyrë të ndonjëherë me i bën vezvese të kokat e zemrës tij, që nëse njëri e merr këtë vezvese, realisht është kap, sikurse peshku në ujë. Peshkatari e hudh, domethënë, karemin e hudh ato që të më kap peshkun, peshku është i lirë. Derisa nuk kapet. Kur të kapet tani peshkatari nxirr atë. Mi për nëse peshku nuk kapët, a ka mundësi me ka peshkatari? S'ka mundësi. Se peshku është i lirë, i lëviz, në për detin, në për smuhet. Ama nëse lakman në ushqime që i ka vendus peshkatari, edhe kapët, atërë diçka tjetër. Ama është kap vetë domethënë. Nëse nuk kapët, çështë është njëri. Shejtani e hudh shtagën e tij, e hudh kurthën e tij, kush kapët, tani shejtani fatkeqësisht lun me ta. E çysh duhet mos mu kap në këtë kurth të tij, çysh duhet me reagu ndaj vezveseve të tij, është një kapitull që Imam Buhariu e ka ndarë në këtë libër, nga se është çështje shumë e rëndësishme, edhe u sill njerëzve probleme të mëdha. Allahu të nderua vëllezër në Kur'an, domethënë, na ka folë për të vezvese. Ka si në realitet ndodhin këtu. Edhe na ka mësuar që në baza ditore të kërkojmë mbrojtjen e Allahut, që të na ruan, na mbron nga sherrri i shejtanit. Na kur lexojmë Kur'an, kur fillojmë me namaz, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut që të më ruan e mbron nga sherrri i djallit mallkuar, shejtanit mallkuar, shejtanit dëbuar, rajim, i dëbuar nga mëshira e Allahut azza wa jall. Pastaj kemi një sure në Kur'an që direkt ka të bëjë me këtë problematikë. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kërkon mbrojtjen e Allahut, i cili është Zoti i njerëzve. Është ai që i ka të gjithë në pushtetin e tij. Është ai i vetmi ilahi nas që meriton të adhurohet. Kërkon mbrojtjen e Allahut, nga çka më mbrojt? Min sharril waswasil khannas. Nga sherrri i vezveseve, të ligut, khannas i lig, edhe i dopt. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ai cili ka ardhur kjo yuwaswisu në kohën e tashme, që nuk kupton vazhdimsinë e veprimit. Yuwaswisu, vazhdimisht, nuk ndalet me bë vezvese. Prandaj, të ndërruar vëllezër, kjo nuk është imagjinat, nuk është iluzion, as nuk është friksim, mutu dikush që më duhet, kjo është realitet. Dhe dikush mund të më thonë, e qysh pra na musliman jena, besojmë në Allah xhallahu ala, e shejtojmë na bëu vezvese. Të ndërruar vëllezër, i ka thonë Ibn Abbasit, radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbasi nga dietarët e sahabëve, nga të afërmit e Muhamedit alayhi salatu wasallam, i kanë thonë se njëri për njerëzve ka diskutuar me dikon për jehudive. I ka thonë, ju po ankoheni që ju bën shejtani vezvese, ju prek, na s'kem këtë vezvese, na e rahat. Ka thonë mi gatu që na më të mirë se ju. E ka shkuj, ka thonë shejtanit, ka shku tani këtë problem me shejtanin, ja ka përcjell Ibn Abbasit.
I ka thonë, qështu më thaj, në s'kena problem, veç ju kena të rashën, në për të të mas klasëm. Në imi rahat, e ka thonë Ibn Abasi, e qka lypë shejtani në shpit prishën, hajni një shpit rëzu me hindë dhe njëpër. S'ka që lypë atë. Ma ku hinë hajni? Ku edhin që ka ari, ka pare, ka pasuni. Andaj besimtari është i pasën besim e ti, që ta shejtani dënë që ta me marë. Ama ku s'ka besim të pastër, ose për dikush me hanë Allah në gjellë levala aty. Ati mund të bëni vezvese, kundër Allahut vetë me shti më luftu e më vraja, kështë më ra, po për besim e ka kryja e. Andaj, besimtari është i pasër, për në shejtani dënë këtë pasurim ja marë. Nëse pasuria me madhe është, besimin Allah në të bareke u ta'ala. Edhe ajetet shumë ta që flasin, pe Ademit a.s. kur ka bëhë vezvese, e që e ka ndirë për gjenit të tëri, ditë në gjykimit, vazhdan pandër prej operacioni i shejtanit kundër njeriut. Në sigur që cikat të ndërë vëzër, ajë vjen në formë ndryshme. Djetarë kanë shkullive për këtë qështje, edhe njëtë në përdishme shpesh herë në aboma kia që njerëz më uanku. Vezvese në besim, vezvese, do më thonë, qytje të këtila, të fali për mëna, tendencat shejtanit me mbill një mendim të keq, me mbill një dyshim, një hamendje në zemrët njerit, për shembull në abdes, e lanë dorën 5 herë, zi e lava 1 herë, a 2 herë. Ja Allah, vezvesa kjo. Ka njerë që kanë vezën banjë, hinë banjë, rrinë ka gjysore, nuk dina o pastru, as o pastru. Pastaj namaz, mërë të këbir, a thash Allah akbar, nuk është tash, hajtë dhe njere, në vezvese. Bjen namaz, thot, njëri falë rikot në 3, qohet në rikot 4 si mas miri, thot në 2 të një, jo në 4 të një, veç me të apëshin namazin. A dhe vjen forma ndryshme, qa që ka shumë kësi vezvese të në vëzë që nuk mund me i përmena. A dhe së është mirë me i përmena bile, mu i përmena një disa shembuj, për me dregu se në qëfar, nivelli arrin, përpjekja ati për me në shkaktu probleme, për me në shkaktu të lashe me Allahun të barë utara. E fatkeqësisht, nga këto vezvese pastaj njëri mund më lodhë, nëse nuk din, më silë. Ka njerë që për shkak të vezvese më hanë krejtët, la, s'pa me duru mu, e len namazin. Ai namaz që është realisht sebepi me mbrojt për shejtanit, ai largohet. Që kjo sigur saj, ka njerë që për shembull ankohet, do të shumë kom pas mërzi, shumë kom pas vezvese, edhe njerë që më ka falë. Po ti bashkë të është më falë, Allah. Ti hejmë betimet e, që e kellon pushkën bashkë në pak lufte. Që e kellon armën. Me qka i dele ti për para? Me gjaks, s'monë është me gjak në për toa, se shebile, as luftuat shejtani me dure me kom. A i luftuat me besim, a i lutë në përmen të Allah të gjellë. Dhe nëse Allah në përmen, a i të kurët, a i ikë, a i mposhtët, a i zvëglot. Nëse Allah u gjellë dhe uala e mposhtë. Ama Allah nëse përmen, Allah nësi përullët, nuk pëndohet, shkon u dhe të qijet me katit, a i shejtani për qëta të ka po vezvese, veç për qëta. Nën ti jetë duke ju përgjit fatkeqësisht, vezvesve të shejtani. Kjo është pa dyshim shumë e keqe, dhe shumë e dëmshme. Prandaj na ka mësuar pejgamberi sa si duhet mos i. Vallahi të ndërmëzër. Kjo është edhe me argumente, edhe dëshmore praktik. Ai i cili i ndjek udhëzimet e pejgamberit, me lenin Allahut asnjë vezvese e shejtonit dëm nuk i bën. Çi bën dëm? Shejtoni vezvese bën sa që punë ka, ama dëm s'bën. Dëm s'bën. Prandaj na a mundem me nal shejtonin me vezvese? S'mundem. Për shkak se Allah ka këtë mundësi. Po çka mundem bu? Mundem me ndal ndikimin i tëna. Ç'ke më rëndësi? Ndikim s'ka. Ti vazhdo udhën tonë. Përkundazi, ka mundësi që besimtari vezvesin me e shëndru në sebeb me i fuqizu hala ma shumë raport me Allah në gjellë vëra. Dëmon me bu të kundërt në asaj që shëtoni dërë. Ajde me të lodhë namaz, të jeshtë namazin. Ajde me të lodhë nga përmendja Allah, të jeshtë përmendja. Ajde me të lodhë nga Allah, të lidhesh me Allah në gjellë vëra. Kjo është ashtë kundër efekt, pozitiv, ndaj vezveseve të shejtanit. Ndaj, besimtarët nga njëre mund më shqetësu nga këto vezvese. Për shkak se janë shumë perfide, edhe janë shumë të pesta, në dyta shumë. Nga se ai që është i lig e i ndyt, për ti nuk vjen e mira, për ti pasërtia s'vjen, për ti veç ligësia dhe në dyta vjen. Në nga njëre ka njerëz në kone, Zot, thot, po vinë vezvese për Zotin, për pejgamberin. Tani për me dyshu, a musliman, ase musliman, qysh musliman me mënu kështu. E kjo është
nga vezvesë e shejtanit. Çu do të më reagu? Këtu e ka përmendur hadithin e Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala në cili thotë se Ebu Hurajra thotë, kanë ardhur njerëz e ka thonë, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, inna najidu fi anfusina shay'an ma nuhibbu an natakallama bihi. O i dërguari i Allahut, na po ndim veten tonë, po na vjen ka një herë diçka që kur shumë pasë me fol. Kur s'ka pasë me të që po vjen. Vezvese. Mbile, ma e bëna kabull me hesht, se i dunjon me të hepot. Me unë dikush, këtë dunjon me të hepot, që kalëzoj që, sënë e kalëzoj Allah. Sënë flasë, që është e keqe. Në besimtar, i vjen, ama sënë e flatë. Të ma djetë dunjon me madhon, nuk muna me përmanë që po mjena. E atëre ka thonë pejgamberësëm, e më këtë o gjithë të muhu. A vërtet po i vinë që shtot vezvese? A po i vinë që dine? Ka thonë, po e rësla. Ka thonë pejgamberësëm, dhalike sarihul iman. Kjo është shaj se besimin e keni të pastër. Kjo është shaj se besimin e keni të pastër. Të nërëzër që kjo përgjigje e pejgamberësëm vlenë më shumë se dunjon me të falë. A dinë sot s'liron kjo? A dinë sot qetëson kjo? A dinë sot ngrit? A dinë sot bënë më një mirë kjo? Pse? E para të ndërëzër është se besimtarët më të mirë, më të devotshëm, besimtarët me besim më të pastër kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhis salam. A ka më besimtar më të mirë se sahabët? Jo, s'ka. Ata e kanë shoshu pejgamberin, e kanë dëgju pejgamberin alayhis salam, e kanë ndihmu pejgamberin, ata e kanë kuptuar fjalë mas miri. Tani ne kanë përcjell neve. Ata kanë pas ditë për ditë pejgamberin sa para vetë, para syve të një fal mas tina. Andaj këta kanë gjithë se sana. Që i bjen që tjerët mas tyne donë është normale. Nëse këtyne i kanon mendimet tjera, që ka të mëna me dikuj tjetër? Kjo është e para. Dëmonë, askush nuk është i kursyri nga këtu oftë. Marë me të buë vezvese për Allahun të barë këtala, për lej mësin detale. Edhe je një keq. Je një keq. Sa që, dhe më thonë, për nësë sa keq është një për tyne, sa që, dhe më thonë, ma let e ka me refuzu dunjon, që nuk ka let me refuzu. Dunjoja, sa pare për dunjoja? Për shumë veç një qytet i madhë metropol në dunjoja, sa pare kështën? Ku metri 4 orë mund me konë me 100.000 euro atë jetër. Sa kështën me të ashit, për shumë New Yorkun, sa pare bënë? S'ka pare që në gjithë atë, më slasë për ketë, për shumë Shtetit e Bashkuar të Amerikës, sa pare bëjnë atë? Ose Evropa, sa bënë? Ose, po shumë e, nuk gjithë me pare atë. Një pjesë e dunjas është atë. E me të afru dikur në qëta bëtë alë, më në një Allah, s'pa duha, më refuzu, problem është e dashën për një pasëria. E këta e kam pas ma dashën me heshtë, se me pranu dunjan me u jeba, në shikaj sa keqë një jeba. Përndaj, vinë ato, gjithë kujti vinë ato, ndodhin këto. Besëm të një jetë keqë. Cëla është zidhja? Kjo që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Domthon, kur ka thonë pejgamberi sallallahu kjo është shaj e besimit të pastër. Për cilën pjesë ka folë? Për vezvesën a për keqardhjen? Për keqardhjen. Për keqardhjen. Domthon, sa ardh vinë vezvese tilla, e ti një është keq, edhe nuk don me pranu, edhe refuzon, as me muhabet do me bo, kjo është shaj se ki besim. Se kush po të frenon nga mos rrëfimi, kush po të pengon nga mos pranimi, kush besimin e Allah xhallahu ala. Ai që s'ka besim i pranon flet. Për shembull, a ke pa njerëz që kanë njerëz flasin çështë thonë, "Mo mos fol më kështu." Ç'po fol kështu? Ai para se me fol, çka i ka parapri të folit, mendimi i keq. E pse veç mua Allahu po më kështu? Apo e pse mua Allahu? Kush e ka mësuar kështu? Në xhami e ka mësuar kështu? Ja, Allah azizek. E ka mësuar pejgamberi kështu? Ja, kush ka mësuar kështu më fol? Shejtani. I ka ardhur te vesh, i ka kapëshë. Vesh ti po hjek. Vesh ty Allah s'po përgjigjet. Ti po falesh, pa ty Allah po të çon smuj. S'po don ti Zoti. Shkon në nguc.
edhe ai nëse e pranon si peshku, kapët, apo, vjen të hoxha, të valla për hoxhë, zi, po falna, hana, po mënuna, po bëdjava, qësh, Allahu s'po mi të fillon punë, audhu billah. Po, që kjo është, sabët që ta s'ka dosh me thonë kur së thëmë, sa që ashtu, kjo vezvese, nuk del pigojës të më kur atë. Andaj për diri sa është në zonën e betejes me shejtanin, nuk kalon ka goja, mirje t'jep. Diri sa luftan me këtë vezvese, s'do me pranu, ti mirje, se arën po funksionojnë, lufta po zhvillohet, apo, dhe ti je duke umbrojt, atëherë mirje jep. Nuk bën me pranu, me thonë, a je hudh, me thonë, e tash pse merr kjo, mos jam një mënë i keq, mos një mënë, jo, me hudhë blas, bëjmë nuk shtut. Se me kon i keq, nuk dhvin këtë mendime, se kështë ashtë, hajnë i s'hen, ku shka na jeve, që t'i ku mundet me bune i sanë. Parën për shamë të ndërëzër, një njëri që Allahun e mëhan, zbeson Zotin të barë këtare, edhe hispi të me hull keq për Allahun të barë këtare. Fatë këtë cishtë, në gjojnë fjallë, shpesh për një që flasin keq për Allahun, flasin keq për pejgamberin e samë. Me shku shejtani me bo vezvese për Allahun ati jepën, për shamë. A është interesant? S'ka që i bën vezvese, sa i ka këtë punë të kryme. Apo, a të kryme ka këtë punë? A i s'ka dobi, s'krymë punë, apo, në shkak se s'ka efekt, e ka kryta efektin, apo. Mirë, po ku ka efekt? Ta i se pranën, e që ta mund me bu për veti, apo. A i ti rezistan, as mi është me atë punë, apo. Dhe me thonë, keqardhja është ilaçi i parë. Deri sa je në fazën e keqardhjes edhe të refuzimit, mirë i ki punë, ti e besimtar. E dyta, keqardhja nuk kupton refuzimin. Refuzimin nuk kupton një lloj beteje. Deri sa je në betejë, deri sa je duke refuzu, ti je në shpërblim tek Allahu Azza wa Jall. Apo ti je në shpërblim. Prandaj, shikoj çish e kthen feja, domethënë qasjen nga ajo që e dën shejtani në ato që e urren shejtani. Cila është qasja e shejtanit? Me dëshpëru nga Allahu Azza wa Jall. Edhe me bo që mundët mos më u shpërbli për Allah të varë këtë. A që të dënë? Ti mu lodh e mos më pagu optë. E qka bën ti? Që i vinë këto vezvese? Thot, elhamdulillah që Allah po mërunë. Kam iman, këto si kam nej kërme. Edhe ignoran. Smirë me tojq, ignorimi, refuzimi, apo beteja, a është gjihad, a është luft, po me shejtanin. E aje që i bën gjihad, a ka se vap? Ka se vap? Andaj tjetur vetësore të sa i refuzoj këtë, nësa kom keqardhje, mu veç Allah më pagun. Si te kthesh në sevap, si te përjeton si shpëllim, i shejtani. Se e din që tash i duku pasuru, a i zdo të di mu pasuru. Andaj, keqardhja, refuzimi dhe e treta, me e përjetu si betej për hatër të Zotit të bare këtëra, që Allah të paguna. Andaj, refuzohet. Bjenë me njerë, të në tonë me anë një dhe tjetër, ta një opet që është një që bujnë. Këpës njeri e këthen në vetë vetë, e merë seriozisht, atër e problem. Dhe më thonë, këto të nërëzër vezvese, do të me të jetu si vezvese. Së mendime tua, nuk i mendime tua. Ti përshamu kur thush, unë s'jam që është të Allah, përë. Dunjon me për një zbona kështu. A ki gjuna për këtë punë? Pse të ka mendimi i keq? Jo, s'ki gjuna. Ti ki gjuna nëse menon që ashtu, ta man tani. Nëse flet, që tu e ki gjunahon. A ma refuzon, s'ki gjuna. Dhe sa s'ka gjuna, s'ka rëzik. Kur fillon me bu rëzik? Kur fillon me eron gjuna. Që të rëziko. Dhe sa si e gjuna, si e rëziko. Të nëse një të shku rrugës, edhe e shenë njëri, ka i bërtet babës vetë, Allah në rrujtë. Nëse ka baba plak, të i bërti, të e nënqmu, apo. Të penin, të i peshe që api bëna e tjebë. A ki gjuna? Pse penin? Jo s'ki gjuna. Ama nëse thush, mirë pja po me t'i va plako, që ta shqepo pa shpes pas. Ama ti shkon udhës tonë, e njën t'i bërtit babës vetë, thush, Allah, që s'ka, s'o keq, një është keq, apo? Ti s'ki gjuna, për kundër ki sevap, që po një është keq, që dikush posit keq e po bëne vetë, që është të dhe shetani. Ajte të me ta gjujt një kurt, një vezvese,
ti nëse thush, Allah në rujt, qka s'po fol ka shejtani, apo? A ti se pranon e refuzon, për hatër Zotë Gjellewala, ki sevap të ka Allah Gjellewala, nuk ki gjuna për këtë qërë, andaj, refuzohet tash me këto forma, me keqardhje, me injorim, hes mirë me ta, me refuzim, me qasje të shpërblimit se Allah më pagun, sa të mësëlman shejtani mu, atëre, kjo është aja që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se kjo dëshmi se imani është funksional, se imani është i pastër, se nëse njëllosët, dopsohet rezistenca, dopsohet refuzimi, se është i njëllosët, i dapt, i lath, nëse është imani i qartë, i fort, atëre, pa dyshim që refuzohet tendenca e shejtanit. Dhe gjërë të ndërëvëzër, nga ato që ndihmojnë në largimin e vezveseve, është edhe njeri me punu me të kondërtën e vezveseve. Me të kondërtën. Shejtani vjen thot, për shembull, se ke la dorën, ati është e po pik ujë, për mëna. Ose se ke la dorën, po mërë e kom la, vazhdo në tjetër, e kondërta. Nëse thush, po, hatët një herë, nëse i përgjigjesh, ka me shtu vezvesë në thot. Nuk është zgjidhje, do më thonë që ma mirë ti e ku vezvesën, jo si e këtë shtu, ta në veç shtuat, mos u përgjigj, se ti përgjigj që po pikë, Allah, që kom la dorën përgjigj që po pikë. Andaj si kurse i ka thonë një për djetarëve, e kanë pyjtë ka thonë një njëri, po hudhët në bazen, në pusë, për para, krejtë po hidmena, mu la, edhe kur po delë, po ka shiba u la, qaj mu këtë njëri? Kanë këse ka bërsh mu la. Njëri normal, njëri donë që nuk me menje së mirë, e ka bërë qaj namazin, se ka bërë, e si kuptan, e qysh njëri hudhët, krejtë në bonarë hudhët, po të më në pusë, ose në bazen laot, hinë mrena në delë, e thani ka shibe në shtatë diku se ka prej kuja, a është e mundë shme kjo? Sa, kjo vezvesa, a ne të të po mëra. Jetu falë namaz, edhe deri në moment e ke ditë që reqati të tretë, që ke ditë, për një herë, po më do këtë një më dytin, një si në dytin, në tretin një jepë. Në qëto që ke ditë, para se marrë vezvesja në qëta je, në qëto rri, më si në rrë hesapet. Po atë se ki në i bindje, që i një me ke mund më habit, se mund më habit, atër po, e përmesën nga bimin. Mi po në esens, ndërton bindje. Ma ndërton dyshim, apë. E se dyshim është i dapt, nuk ba me ndërton dyshim. Na ndërton bindje, jo në dyshim. Andaj, mos ju përgjigj, nëse ju përgjigjesh, e fuqizon. Nëse si përgjigjesh, e dopson. Sa let, alhamdulillah. Përmendja Allahu xhallahu ala, namazi, mos ju përgjigj, është zgjidhja. Ndjekje e rrugës së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe gjithë të ndërvëzër nga zgjidhjet që i ka përmend dietarët, pse do të flasim edhe për një temë, nga se ka disa ditë tjera që i ka për Buhariu këtu, janë më rëndësishme i detajzu, por kjo është një çështje pak më e përgjithshme edhe me lidhje me hadithin, domthonë që ka me këtë punë është se njeriu me punu me të kundërt e para dhe e dyta me bo një ibadet së arti bën një vezvese. Për shembull të ndërrozër. Nëse vjen shëtani bën vezvese për diçka të caktuar, çfarë do koftë? Para blesi fal dy recate. Nuk ulesh të thush 100 herë subhanallah. Thush Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ju ke përgjigj me të kundërtën. Ai ka dashur me ta, angazhu mendjen tonë, mos e përmend Allahu xhallahu ala. Me të mërzi ti me të kundërtën i përgjigjesh apo? Ik. Normal sa ai ka ardhë, për shkakun si hajni, ka ardhë me vjedh e rrezikoj tjetër, ai ik Allah. Normal. Andaj nëse has në depërtim ec, nëse has në dy fish rezistencë, normal që ik apo. Andaj dy fish rezistencë është as nuk i përgjigjemi vezvesës, po plus saj si pasojë e vezvesës i përgjigjemi me shtim të nënshtrimit edhe adhurimin ndaj Allahut të mënduar. Me linë Allah xhallahu ala shkon duke qetësuar. Prandaj ajo që e kërkuar të përmbyllje të ndërmjet është që me kuptuar se mendimet e tilla të këqija janë prej shejtanit. Duhet më një keq, larg asaj se pranoj kët, me refuzu, me injoru dhe mos me leju më u pjesë mendimit, çush marr çka le, vjen ajo, po s'marr me to.
injorimi dhe me ju përgjigj dy fish. Një fish duke mos shku ka vezvesja, edhe dyta duke ashtu adhurimin si kundër përgjigje, domthonë në vezvese. Për shembull të ndodhet në përditshme. Një shtet, nëse rrezikohet për një shteti, a e shton armatimin apo sllavin ushtria? A i rrezikuar është. Ditë për ditë mund me i armiku me asumush vendin. Vendet normale, çfarë bujnë në këtë rast? Armatosën. Shikoj për shkak në përbot, çdo vend që po i rrezikuar, pa shton buxhetin për ushtria. Po armatosën më shumë. Çfarë do të them? E një rrezikun që po shtuan vezvese apo çfarë më bëu? Do të më investu në armatosje. Normal. Arma jon, çka është kundër tina? Besimin Allah xhallahu, dia, ulë me nguqja ka thënë Allah, ka thënë pejgamberi. Dhikri, namazi, sadakaja, gjitha këto, bindja në Allah te barekutaala, bindja me ashtu, janë, domethënë reagimet më të fuqishme dhe më stabile dhe më të çuditshme në raport me vezvesën e shejtanit. Këtu janë disa udhëzime të këtë çështje, pse tash në këtë kapitull Buhariu rahimullah ka përmend edhe disa hadithe edhe probleme tjera që kanë me besimin konkretisht, edhe atë do të inshallah mësojmë se çish më reagu edhe çish mos sill edhe në raport me këtë armik që Allahu na ka sprovuar me të, po nëse i bindemi Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasallam, me lenin Allah xhallahu ala kelam ya dal, madje edhe kjo betejë që më na bën ngrit tek Allahu xhallahu xhelalu edhe më shumë, për shkak se një armik që Allahu xhallahu ala ka shpallë të tillë e kena luftu për hatër të Zotit, me mbrojt vetveten tonë edhe me kënaqë Zotin tonë, e kush ja bën kështu padyshim se ngritet e tek Allahu xhallahu është i shpërblyer. Allahu na ruaj prej sherrit të shejtanit, edhe prej sherrit të argatëve të shejtanit, që ai ka argat vet, që edhe dokën do s'dokën, po qysh do kofshin e kush do kofshin, Allahu na mjafton kundër tyre nga se Allah është mbi gjithë, edhe i gjithfuqishëm, e ai që kapet për litarin e Allahut nuk ka kush e dëmton. As nuk ka kush i bën keq, nga se është kap për ato që është i gjithfuqishëm. E Allah na mëson që jemi të kapur për Allahun xhallahu ala dhe të lidhur me besim me Zotin xhallahu xhelalu. Allahu i shpëlbej për vëmendjen, Allahu sevap u aboft sabrën edhe dëgjimin e u takojmë të mirë inshallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.